emisionin I pavarur që bëhet në zyrën e kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama. Edi, nuk e kemi sot për shkak të protestës. Ju e dini që kemi protest. Dhe Edi natyrisht nuk ka pse të qëndrojë aty të punojë në zhurmë që bëhet nën dritaren e tij. Kështu që na ka liruar me këtë zyrë të mrekullueshme, si shikoni, është me punimet e doçkave të tij, ashtu siç ka bërë Shqipërinë, me këtë stil ka bërë edhe zyrën, të cilën e kemi marrë për dekor gjatë kësaj periudhe, gjatë nga viti 2020, pak para se të fillojë pandemia, dhe vazhdojmë. Emisioni vazhdon titullohet I pavarur dhe ne vazhdojmë të jemi të pavarur. Pavarësisht se ndodhem në zyrat e kryeministrisë dhe se ky emision është pro-qeveritar. Është emisioni më pro-qeveritar që mund të ekzistojë në hapësirën natyrisht të Republikës Zotit Rama. Ne do të fillojmë këtu, dua një lajm që nuk është aq I freskët, por nuk është edhe aq I vonë. Të lutem, Shtëpia e Bardhë ka shpallur javën anti-komunizëm. Zëra të rinj përsërisin tani gënjeshtrat e vjetra nga Fran Shkreli Bukur. Shtëpia e Bardhë ka shpallur javën e antikomunizmit. Shtëpia e Bardhë ndodhet në Amerikë. Amerika nuk ka patur kur komunizëm. Por çfarë ndodh? Ndodh që Amerika ka luftuar komunizmin qysh në embrionin e tij. Dhe Amerika sot është duke bërë një javë antikomunizmi, ndërkohë që ne, e cilin e kemi pasur, e kemi akoma, e kemi këte komunizmi, vazhdojmë ta kemi, nuk ndihemi, nuk ka një organizim. Kërkova, provoj në chat GPT kërkoni emra, cilët janë antikomunistët shqiptarë. Përveç se do dalin emra të çuditshëm, por ata që dalin janë 5-6. Sepse në Shqipëri nuk ka aktivizëm antikomunist. Gjithsesi, unë po përpiqem, po juftoj edhe ju, të bëjmë një 2 organizime pikërisht për të sensibilizuar për çështjen e komunizmit. Pse çdo thotë për çështjen e komunizmit? Do të thotë se ka një 2 rezoluta të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës për të dënuar krimet e komunizmit. Jo për të varur komunistët, se janë gjunaf, janë njerëzit tanë. Por puna që mos përsëriten praktikat ashtu siç janë përsëritur në realitetin shqiptar dhe të vendeve të lindjes. Nuk ndodhi. Më mirë vonë se kur, gjithsesi, përshëndesim Shtëpinë e Bardhë dhe do tentojmë dhe ne të bëjmë diçka thjesht për të kuptuar që ende ka ndonjë antikomunist në hapësirën shqiptare. Kalojmë në një informacion tjetër. Informacioni është qytetar dhe aktivist protest në mbrojtje të familjes. Kjo ndodhi ditën e shtunë, isha dhe unë në shesh, ishin edhe plot qytetar. Do thoni ju, po sa si numër, se faktikisht edhe protestën e masim me numër, e masim me sa. Ndërsa unë e mas me si. Pa, cilësia si ishte. Dhe unë mendoj që ishte një protest tepër cilësore. Kishin ardhur njerëz që vërtet janë të ndjeshëm ndaj ligjit kundër familjes të miratuar nga Parlamenti Shqiptar para një jave gjysmë. Pse themi ne? Pra, nuk jam unë, po themi ne. Është ligj kundër familjes. Në radhë parë është një ligj agitacion e propagandë, I cili do të kufizojë gjuhën, do të modifikojë mendimin, sjelljen shoqërore dhe natyrisht ti karrierën do ta bësh në bazë të organeve të tua gjinitale apo kushërimi me organet gjinitale dhe jo në bazë të kualifikimit, inteligjencës dhe aftësive të tua. E dyta do të rish rahat se mundet që dikush të çojë mua në këtë moment, për shembull, të them, ju jeni duke më fyer, duke më konsideruar burr, po ti burrje, ç'pun ke ti? Do të ndodhë edhe kjo, do ndodhin çudia, do të shihni gjëra shumë interesante dhe ne kërkuam sensibilizimin e shqiptarëve, popullit shqiptar, se kemi larguar fjalën popull nga fjalori. Nuk e duan globalistët fjalën popull, nuk e duan komunistët fjalën popull. E ne kërkuam popullit që të sensibilizohet, do të kërkojmë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidenti Donald Trump që ka një politikë krejt kundër këtyre palaçolliqeve, që të na ndihmojë, të na shpëtojë prapanicën tonë dhe organet gjinitale të fëmijëve tanë, të cilët disponon ky ligj. Ndërkohë të njëjtën që vjen. Të lutem anxhir pak, çdo të ndodh të njëjtën që vjen. Në Tiranë protest kundër helmimit të qenve dhe maceve. Drejtësi, mbrojtje, humanizëm. Bashkohu për ta. Në sheshin Skënderbej, thash dhe njërë, ishte cilësore pjesëmarrja, por nuk ishte sasiore. Ne po diskutojmë për njeriu, po diskutojmë që po goditet njeriu si qenie, njeriu si koncept, njeriu si identitet. Në atë protest,
Gana cilësore morën pjesë shumë, gana sesiore jo dhaq. Tani jam shumë kurios të shoh ditën e enjte. Këta të cilët nuk i intereson nëse do të triten apo jo fëmijët. Këta që nuk i intereson nëse nënën e tyre, gjyshen, vjerrën, e ka në shtëpi, dhe më që ta nxjerrin qoftë me karrocë, marrin 1 qen dhe e shëtisin nëpër Tiranë. I bën ushqime të shtrenjta, i thonë bëj kitchen mami, spirti mamit vet. E varrosin. E ç'nuk i bëjnë qenit të trajtuar si njeri. Tani do bënte protest për qent. Do të ishte mirë që të paktën të ishim bashkuar në protestën për njerëzit, e pastaj edhe në këtë pjesën tjetër për qent. Gjithsesi, është drejt atyre shpresë, u shpreh pikpamjet e mia për sa kohë ende vazhdojmë të jemi pavarur dhe mund t'i themi pikpamjet tona. Më nxjerrin diçka tjetër këtu. Mirë dit, u kapën me armë dhe qenë gjau në fshatin Aros, një iniciativë për 3 persona. Në fakt, më pëlqeu, më intrigoi kjo, dhe qenë gjau. Në Shqipëri, që kur ka ardhur Rama, ka ndaluar gjaun me ligj. Siç disa gjëra të tjera ka ndaluar me ligj. Por cilat vazhdojnë dhe bëhen normalisht, bëhen me miq. Dhe në Shqipëri gjau vazhdon, është një proces normal. Vinë italian, grupe, vinë me imitus, vinë me çifte me lloj arme. Tani çështja është, mirë që e kanë kapur këtë burrin e huaj, mund të themi burr akoma, pa hyrë në fuqi ligji, me armë gjau. Po qeni gjahut, a mund të jetë qeni gjahut një objekt për të si prov kundër teje? Për shembull, nëse më pëlqen një langua i bukur me pulla dhe e marr nëpër Tiranë, ditën biletenit që do të jetë protesta për të mbrojtur qet. A mund më kapi dhe thot, kapet Armir Shkurti me një palë llastike dhe një qen gjahu? A mund të jetë qeni të hy, nuk thot që ju kapën 4 rosa të vrara, ose 16 lepuj, ju kap çiftja dhe një qen gjahu. Qeni gjahu, thash dhe më pëlqen si koncept që e kanë futur tek gjërat e ndaluara. Që nuk do të, siç është celulari nga një herë, siç çfarë nuk është prov. Tani dalin tek hallet më të thella, tek kanceri. Dini ju ç'është kanceri? Nuk ka familje që mos e ketë. Mandrove nxirën çik urdhë. S'ka treg për mandarinat. Fermerët e Dimalit drejt falimentimit. Grumullusit i marrin me 500 lekë kilogramin. Nuk është kancer vetëm sëmundja, është kancer edhe goditja e sistemit, goditja ekonomike. Sistemi ka hapur plotë për plot parulla, mandarinat me helme, mandarinat me pesticide, dhe shkojnë këta grumbullusit, i thonë, çfarë ti bëjmë? Ka rënë tregu, do më japësh 500. Këti çkretë që ka rënë thonë të shoptuar, i kam bledhur, ka po ç'të bëjmë, nuk më del. Çfarë thot vllai? I marrin këta me 500 dhe i shesim nga 2000 grumbullusit. Se kështu ndërtua sistemi. Pa që grumbullusit, mandarinat dinin edhe me 500 në treg, edhe me 1000 në treg. Dinin. Pastaj erdhën grumbullusit, u rit shalqini, u rit shnukurit. Unë dje vajta morja 2 detergjent, pas dhëmbësh, sapun likuid, shampo, një shampo tjetër se ç'ishte një gjë 32.000 lekë. Më ran kokë. Më mirë po mendoj që të lahem me finj në Shqipëri. S'kemi edhe ku gjejmë hi. S'kemi edhe ç'djegim që ta bëjmë hi, ta zejmë të bëjmë finj që të lahemi. Pastaj dolën grumbullusit. Pastaj dolën këta dhe 5.000 lekëshi, në qoftë se ti takon një shok, ti ikën çu 2 kafe, 2 vockla, 2 shishe ujë, iku 5.000 lekëshi. Edhe në çik bakshish, maroj. Të lutem ai që këtë më nxjerrin gjë tjetër, më interesante. Bruxelles bëhe taks mbi ushqimet e përpunuara jo të shëndetshme. Po sa mirë po e bën që po i vë këto taksat për ushqimet e përpunuara jo të shëndetshme. Po sigur t'i vi edhe për ushqimet jo të shëndetshme fare. Për këto me pesticide, për këto të kputura para kohe e të lyera pastaj me hormone. Sa mirë do të qe. Sa mirë do të qe që në Shqipëri për shembull të mos vinte ai mielli me protein 7%, që se ha lopa. Po të vinte një miell, siç e ha Bashkimi BE. Fjala vjen, ë? Taks. Do të thotë, shikoj tash. Ne do të na e fusë e prodhuesi që do të bëj ushqimet e përpunuara, ta zëm sallamin. Na e futej. Mi po vjen bëja thotë, jo thotë, këto do të paguajnë taks.
Edhe avë ati. Ajo e fut në shpinë dhe e paguaj me tek e fundit. Kupton? Pra, bëja ja fut ati me të vetën. Ai me të bëjes dhe me të vetën na e zhyt me. Kjo është pak a shumë sistemi ekonomik. Edhe një tjetër, të lutem, edhe dy të tjera, se pastaj do të kthehemi tek sala, shëndetësia dhe mirëqenia sociale. 12.3% e buxhetit të shtetit për vitin 2026. Dje kam takuar një zonjë në panajir të librit bile, që kullonte nga lotët sepse kishte kaluar kancerin e gjirit dhe një ilaç që e merrte për trajtim pas që mos i kthehej ai mallkim ishte hequr. Edhe jepe një tjetër që ishte i rimbursueshëm, që bënte më lirë, por që nuk kishte të njëjtat principe aktive. Pra e zoja Buqandës dhe tham kanë dënuar me vdekje. Mirë po, ne merrem Ministria e Shëndetësisë dhe merrem me spitalet, me buxhetin, me mirëqenien. Ju thot gjë emri kësaj zonjës? Natyrisht ka qenë jashtë shtetit, ele mbiemri, nuk e thot gjë. Shikoni këtu, ape pak të lutem, ape full screen. Shikoni pak Sala. Sala, çfarë kujton ky mbiemër Sala? Sala i që më nxirr tjetrën të lutem, t'ja kujtoj shqiptarëve se ç'është Sala. Tjetrën. Ervis Sala, Ministre e Shëndetësisë me Soros dhe miqësisë familjare me Ramën. Ju thot gjë, akoma nuk e thot gjë. Evisi është e bia e të nderuarës Valdete Sala. Ka qenë sekretare e Komitetit Qendror të Rinisë, por ka qenë drejtoreshe e Fondacionit Soros, mike e familjes personale e babait të ndjer të zotit Edi, kryeministrit ton. Vllai vet gjithashtu drejtor i Fondacionit Shoqëria Hapur, Soros. Do thoni ju po ç'lidhje ka? Sepse Ministria e Shëndetësisë në drejtimin e zonjës Sala futi ligjin në parlament për barazinë gjinore. Se të më shkoj gishti tamam. Soros futi ligjin për barazinë gjinore, një ligj i agjendës WOC, i cili në Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë është prerë, por përmes burimeve ende të agjendës Soros, hyri në Shqipëri nga familja. Kaq sa për aperitiv në pjesë të parë, kalojmë pak publicitet, dalim pjesë të dytë.